një dozë e tepërt e zilis edhe mosdurimit është prezent në shoqërinë tonë. Sot vllau jo që gëzohet për të arriturat e vllaut, por mbase edhe xhelozon, edhe mbase edhe ruan a Zot, merr veprime që ta dëmtoj atë në veprimtarinë e tij, gjë që nuk ka qenë më herët në shoqërinë tonë. Dhe festa e Bajramit dhe këto obligime neve na kthejnë në gjenezën tonë, se ne jemi krijesa më e zgjedhur e Allahut Dhul Xhelal. Jemi krijesa që e ka ngritur Allahu në piedestale të larta, sepse na ka bërë qenie të logjikshme, qenie të cilat nëpërmjet komunikimit kuptohemi dhe zgjidhim apo duhet të zgjidhim problemet ndërmjet vete. E festa e Bajramit, sidomos tek ne shqiptarët, ka shërbyer edhe në një aspekt tjetër të nxjerrjes në pa të humanitetit njerëzor. Sepse pikërisht dita e Bajramit, pikërisht në xhami janë zgjedhur momentet kur edhe janë bërë në të kaluarën faljet e gjaqeve, prej cilave ne si shoqëri shqiptare kemi pësu shumë gjatë historisë. Pra, kjo festë, përveç asaj anës shpirtërore që neve apo përkujtojmë paraardhësit tanë në aspektin e implementimit të fesë, duhet shfrytëzohet edhe si një mundësi optimale në ndërtimin e raporteve tona në shoqëritë në cilat jetojmë.